Shëndetje, miqtemi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Do të vi drejt teje të kërkoj personi i zemrës tuaj, jeni në një situatë pak të ndërlikuar në pauzë. Do të vi personi i zemrës tuaj të kërkoj së shpejti, dhe këtë do ta shikojmë me tarot, shenja dhe gërmat. Ky person është person egoist, ka një ego të smur, por tek ty ka gjetur gjithmonë paqen, qetësinë, harmoninë që ka munguar. Tek ty ka gjetur atë mbretëresh të monedhave, një femër ideale. Keni një moment pak krize, pak toksike në këtë moment, por do të kaloj dhe ky person do të vi drejt jush. Jeni një lidhje të fshehtë, hëna ju ndihmon, ju mbron me dritën e saj. Ky person do të vi drejt teje shumë shpejt me këtë tarot dhe vjen drejt teje. Je femra e tij e fshehtë, femra e tij e shpirtit, e zemrës, është shumë konfuz, keni pasur debate, por thot ti për të je një person magjik, je një person shumë i dashur, i shtrenjtë. Ky është një person pak i trequr, pak fjalë pak që nuk e shpreh atë çfarë ka brenda, e mban shumë brenda vetes. Do të vi drejt teje shumë shpejt dhe do të kërkoj falje, sepse ti për të je mbretëresha e shkopive, një femër që i fal dashuri pa kushte, pa interes dhe pa kompromis. Pra shumë shpejt ai do të vi drejt teje për të sqaruar gjërat që keni lënë tretur pa sqaruar. Me kë rezonon me gërmën B, E, Zh, K, L, F, L, V, me gërmën G, D, gërmën N, G, R, T, gërmën T. Kurse me shenja mund të rezonoj me ujorin, me demin, me dashin, luani, peshqit, gafore, shigjetar, peshore dhe akrep. Faleminderit shumë, miqtë mi.